në datën 30, Flavio, 30 tani, kur ne përgatiteshin të gjithë për ndërimin e viteve, kryetari i organizatës, si kryetari i Këshillit të Investimeve Strategjike, ka dhënë si investitor strategjik, ndërmjet një shoku tij të ngushtë që quhet Ilir Trebicka dhe Deripaskës. Janë ortak të dy bashkë këta. Pra Deripaska nuk hoqi ka dhënë 60 hektar toka. Po ja përzun një në Karavasta. Po futu ta e kam këtu në të dhe unë ta nis, sepse është e ka bërë gati. Ditën e fundit të vitit i ka dhënë Ilir Trebickës dhe Deripaskës, Oleg Deripaskës, që është oligark rus dhe mik i Putinit. I sankcionuar nga SBA-ja. Po i ka dhënë Edi Rama, kryetari i organizatës, 60 hektar tokë në Karavasta dhe është tokë e familjes time. Unë s'di këtu të flas për hallet e mia, por e keni në atë. Jo, një sekond. Po. Deripaska është i sankcionuar, nuk mundet të investojë. O zotri, Deripaska dhe Ilir Trebicka kanë përfituar nga kryetari i organizatës kriminale të shtetit shqiptar që quhet Edvin Rama në datën 30 i 12/2025, ndër shumë investitorë të tjerë toka publike dhe private që u ka dhënë të tjerëve në Karavasta. Zoti Koresh e di mirë kush është Karavastaja dhe çfarë bëhet atje. Jo, e di sepse për shkak se është i zonës ka qenë edhe drejtuesi i zyrës atje dhe e di shumë mirë dhe i ka dhënë 600 dylym, 60 hektar, 600.000 metra tokë për të bërë investim strategjik. Ilir Trebicka dhe Deripaska. Dhe ja ka dhënë në datën 30 i 12/2025, pra një ditë përpara ndërrimit të viteve, ku shqiptarët mos kuptonin gjë, mos bënin gjë, mos merreshin me kaposhin, me gjelin çfarë do hanin, dhe ky firmose fap si kryetari i Këshillit. Dhe ajo toka atje, Flavio, unë ke dëgjuar flas për vetë, është tokë e familjes time. E lëm për një moment. Dhe unë e kapa këtë se ma nisën në fakt, se unë nuk e dija që ky sepse mafia mblidhet në guvën atje dhe firmose diti çfarë bën. Edhe bën ato. Nuk shpon mendej për marrin tokën. Dhe ja ka dhënë Ilir Trebickës, një biznesmen i afër tij dhe Deripaskës. Ja ku e ke tani këtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kjo tani më thua ti mua organizat kriminale. Për të bërë një organizat kriminale mjafton 2 ose më shumë persona. Dhe janë 4 komponentët që parashikon neni 28 i Kodit Penal, ku thuhet 4 komponentët janë organizimi, funksionimi, qëndrueshmëria dhe koshtrirja. Organizimi është apo jo? Funksionimi është, qëndrueshmëria është